Në 4 qarqe dhe 14 bashki të veriut të Shqipërisë ka nisur programi për jetësimin e kullave dhe përfshirjen e tyre në zinxhirin e turizmit. Kjo nismë që lis trashëgimin, turizmin dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia tha se institucioni që ai drejton po ndërmerr një qasje të re për jetësimin e kullave tradicionale, duke i trajtuar ato jo vetëm si monumente kulture, por si hapësira funksionale dhe të gjalla të integruar në zhvillimin turistik, kulturor dhe ekonomik të zonave ku ndodhen. Programi shtrihet në qarqe Dibër, Kukës, Shkodër dhe Lezhë dhe synon kthimin e kullave në bujtina, qendra kulturore, muze lokal dhe pika edukimi si pjesë e itinerareve turistike që ofrojnë përvoja autentike për vizitorët vendas dhe ndërkombëtar. Sipas Gonxhes, kjo ndërhyrje synon të kontribuojë në ruajtjen e trashëgimisë, forcimin e identitetit lokal dhe krijimin e mundësive të reja për zhvillim të qëndrueshëm në komunitetet përkatëse. Gonxha informoi se në këtë kuadër është përgatitur një pyetësor informues, i cili shërben për mbledhjen e të dhënave mbi gjendjen aktuale, historinë dhe potencialin e kullave tradicionale në këto zona, si bazë për planifikimin e mëtejshëm të ndërhyrjeve. Të dhënat e mbledhura do të përdoren për analiza dhe vendimarrje në kuadër të zbatimit të programit. Rijetësimi i kullave bëhet pjesë e një strategjie më të gjerë që synon krijimin e itinerarëve kulturore dhe turizmit malor, që do të lidhin zonat e veriut përmes historisë, artit dhe natyrës së paprekur, duke ndërtuar një rrjet të qëndrueshëm përvojash turistike që zgjat gjatë gjithë vitit. Faza e parë e programit ka nisur vitin e kaluar dhe do zgjas për gjatë vitit 2026. Kjo fazë fokusohet në identifikimin e kullave në 4 qarqe: Lezhë, Shkodër, Dibër dhe Kukës. Kjo fazë përfshin hartimin e projekteve të tipit për secilin qark dhe zhvillimin e programit të plot për jetësimin e kullave që synon të përfshin më tepër aktorë të tjerë publik apo donatorë të tjerë. Faza e dytë do zhvillohet në periudhën 2026-2028 dhe përfshin restaurimin e kullave, rijetësimin e tyre, lidhjen me operatorë turistik, përfshirjen në itinerare dhe zhvillimin e produkteve të tjera turistike rreth kullave.